Komisioni i jashtëm ka rrëzuar kërkesën e Partisë Demokratike për të diskutuar me përparësi 4 projektligje të cilat janë kushte në procesin e integrimit, por dhe janë kërkesa të bëra nga protestuesish prej 41 ditësh në bulevardin Dëshmorët e Kombit, shfuqizimi i ligjit për zonat e mbrojtura, shfuqizimi i ligjit për paketën e maleve, shfuqizimi i ligjit për investime strategjike dhe shfuqizimi i ligjit për trashëgiminë kulturore dhe muzet ishin pjesë të kërkesës së opozitës, por që u rrëzuan nga mazhoranca. Për votim kërkesën për përfshirjen me përparësi në kalendarin e punimeve të Komisionit për Evropën dhe punë të jashtme të 4 projektligje në rëndësi për procesin e integrimit evropian, po citoj lëndën e shkresës, projektligji për shfuqizimin e ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura, projektligji për shfuqizimin e ligjit për paketën e maleve, projektligji për një ndryshim me shtesë. Kush është pro ndryshimit të rendit të ditës së mbledhjes sotme me propozimin e ardhur nga kolegët e opozitës? 2 vota pro, kundër, abstenim, me 2 vota pro, 8 kundër dhe asnjë abstenim, kërkesa nuk miratohet. Albana Vokshi në Komisionin e Jashtëm u shpreh se rrëzimi i amendamenteve të opozitës në Komitetin e Stabilizimit Asociimit është tregues i mungesës së vullnetit të mazhorancës për procesin e integrimit. Vokshi tha se teksa eurodeputetët pranuan amendimet e opozitës, PS-i refuzoi ato. Po si është e mundur që eurodeputetët i gjejnë amendimet e opozitës të qëndrueshme, por më tepër që nuk është as në një linjë, përkundrazi është në shkelje dhe të rezolutës që neve punuam së bashku, pra pas keni bërë gjasme kur e miratuam rezolutën këtu në parlament, është e turpshme, është skandaloze kjo që ka ndodhur në Strasburg, sepse ju keni rrëzuar edhe amendamentet, keni rrëzuar të miratuara nga europarlamentarët dhe keni rrëzuar edhe rekomandimet në raportin e Parlamentit Evropian. 53% e shqiptarëve kanë votuar ne. Maggioranza absolute e shqiptarëve kanë votuar ne, kemi këta përfaqësues janë këtu edhe shumë tjerë nderuar. Për Tritan Sheun, rrëzimi i amendamenteve është tregues i qasjes së dy palëve. Mund keni marrë 83% votave. Kjo nuk do thotë që ai që ka vota shkel demokracinë. Ai që ka vota shkel ligjet. Ai që ka vota imponohet me forcën e kartona jo forcën e logjikës. Nuk është kështu. Vokshi u ndalet edhe tek akti normativ për të dhënë 4 milion euro për Kanye West. Vendimin ajo e cilësoi si kriminal, teksa vendi ka mungesa dhe probleme të shumta, por deputetja Sara Mile koncertin e Kanye West e lidh me integrimin në Bashkimin Evropian. Sipas saj, protestuesit patetik dhe Partia Demokratike, duke qenë kundër koncertit, janë kundër integrimit të vendit. 4,2 milion euro nga fondi i rezervë, ndërkohë që nuk ka para për pensionistët, nuk ka para për fermerët, nuk ka para për sëmurët, shkoni te onkologjiku, s'kan kura. Kjo është jo turp, kjo është krim. Nuk ka para për zjarfiksit, nuk ka para për infrastrukturën jetike. Kështu që shumë mirë të vinë edhe ta ndjejnë e ta përjetojnë Tiranën ashtu siç është vërtet, e jo ashtu siç ka dalë në disa nga këto lajmet dashakeqe të revolucionarëve patetik në bulevard. Kështu që të flasësh për një koncert i cili kthen dritat dhe projektorët tek Shqipëria, tek shqiptarët, tek Shqipëria europiane në fakt, është vazhdimsi e një dëshire për të mos e parë Shqipërinë në progres e për të mos e parë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Opozita dhe mazhoranca në Komitetin Parlamentar për Stabilizim Asociimin Shqipëri-Bashkimi Evropian nuk arritën të miratojnë një rezolutë të përbashkët për procesin e integrimit të Shqipërisë, ndërsa shkaku bë refuzimi i Partisë Socialiste për të miratuar amendamentet e opozitës që morën dhe miratimin e eurodeputetëve.